Sali Berisha ka mbajtur këtë të njëjtë mitingun përmbyllës në Shkodër, teksa gjatë fjalës së tij u ka bërë thirrje qytetarëve të mos e votojnë Tom Doshin, të cilin e ka quajtur Tom Pazari. Berisha tha se votat për Tom Doshin janë vota për Edi Ramën, pasi sipas tij, kreu i PSD është sklav i kryeministrit. Me Edi Ramën shkohet drejt Tom Doshit, me Tom Doshin shkohet drejt Edi Ramës, u shpreh lideri demokrat. Po ashtu Berisha bëri thirrje për të mos votuar as partitë e reja, që sipas tij janë kundër rotacionit, pasi janë maskat e Edi Ramës. Sali Berisha: "Ndaj dhe unë ju ftoj juve më 11 maj të votoni ekipin e Luciano Boçit. Këta gra e burra do të jenë krenari për Shkodrën dhe Shqipërinë. U ftoj të mbështesni këtë ekip se përballë është alternativa e krimit." Në Velipoj përfaqësuesit e Pëllumb Gjokës, në Dajç të tjerët, në Dobraç të tjerët. Tani u them atyre unë, më datë 12 maj, qeveria e re do të shpall ju grupe terroriste dhe mos guxoni të kërcënoni qoftë edhe një komisioner dhe një qytetar. Do të përgjigjeni ashtu siç nuk u apret mendja dhe mos mendoni se ju mbrojnë Edi Rama e Benet Beci, janë mbathin të parët. Qytetarët e mençur të Shkodrës u bë thirrje, asnjë vot për Tom Pazarin, asnjë vot. Vota për Tomën është e tëra vot për Edi Ramën. Toma është sklav i Edi Ramës, kurse ato partitë o miq, ato partitë që u thonë ju se ne nuk jemi për rotacion, ato janë maska, ato janë për Edi Ramën. Po si nuk jeti për rotacion, largimin e një regjimi që po e bën Shqipërinë, atëherë ti je një vegël e Edi Ramës, asnjë vot për ta. Në Europë me ideale demokratike, 11 maj është dita që ju firmosni për integrimin e Shkodrës dhe Shqipërisë në Europë. Me Edi Ramën shkohet drejt Tom Doshit, me Tom Doshin shkohet drejt Edi Ramës, me Aleancën për Shqipërinë Madhështore shkohet drejt Brukselit, shkohet drejt Europës, shkohet drejt aleancës me SBA-n.